Odat ekonomike nuk janë kundër rritjes së rrogës minimale, por nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thonë se kërkesa e tyre është në pjesën e kontributeve shtesë të rritjes së rrogave që të kompenzohet nga shteti, ose të ndryshohet ligji dhe kontributet të ngelen të njëjta derisa rritet rroga. Jena për rroga minimale të rritet, me njëherë kena propozu të rritet në 30.000 denar, kur ishte 20.000 ne propozuam 30.000. Po ne propozum rritjen e rrogës minimale, me qenë se bëhet në mënyrë administrative. Do më thonë, vjen propozimi niveleve ndryshme institucionale, atëherë ne kena kërku nga institucionet, po edhe nga vetë qeveria, për atë pjesë të cilën 30.000 dinarë, vjen fjala 10.000 dinarëshin, të cilën e paguim plus, dojnë atë rritim, ne e paguim punëtorve, si sektor privat. Ne pranojmë kja rritim, po edhe më shumë se 30.000. Po të merë obligime dhe shteti që kontributet për atë pjesë të rritjes të rrogës minimale, ta kompenzon shteti. Por Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi thot se qëndrimi i qeverisë është i qartë se në muajin mars të çdo viti do të kemi rritje të pagës minimale në bazë të dhënave që merren nga institucionet. Por sipas Durmishit, qeveria është për të ndihmuar sektorin privat nëse ata duan që të bëjnë rritjen e pagave në këtë sektor. Në muajin mars të vitit që vjen do të bëhet harmonizimi i pagës minimale dhe do e shohim se sa do të jetë. Paraparsisht i bie dikundit e prej 1.500 deri në 2.000 denar të jetë më e lartë paga minimale vitin që vjen, por sidoqoftë do të presim që të përmbyllet viti kalendarik dhe të marrim të dhënat nga enti statistikor apo institucioni relevant që është në vendin tonë edhe të bëjmë publike para opinionit se sa do të jetë paga minimale. Në Maqedoni për momentin rroga minimale është 24.600 denar, ndërsa propozimet janë që rroga minimale në Maqedoni të jetë jo më pak se 30.000 denar, por një rritje e tillë sipas Ministrisë së Ekonomisë mund të shkaktojë inflacion dhe të fusë në krizë financiare sektorin privat.